Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka bërë të ditur se ju ka thënë autoriteteve amerikane se kundërshton themelimin e një shteti palestinez pas përfundimit të konfliktit në Gaza. Në një konferencë për shtyp, Netanyahu me një ton sfidues u zotua të vijonte me ofensivën në Gaza deri në një fitore të plotë, çka sipas tij arrihet me shkatërimin e grupit militant Hamas dhe kthimin e pengjeve izraelite që vijojnë të mbahen në enklav nga militantët. Sipas Netanyahu, do të duhen shumë muaj për të arritur një qëllim të tillë. Ndërsa numri palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite ndaj Gazës ka arritur në gati 25.000, Izraeli ndodhet në presion intensiv për të shmangur viktimat mes civilëve dhe për t'u angazhuar në bisedime domethënëse për dhënien fund luftës. Aleatët e Izraelit, përfshi SBA-n, por edhe shumë armiq të tij, kanë kërkuar vënien në zbatim të një zgjidhjeje me dy shtete, ku një shtet i ardhshëm palestinez të bashkëjetojë me ato e Izraelit. Shpresat janë se kriza aktuale mund t'i detyrojë palët e angazhuara në luftë që t'i kthehen diplomacisë, e cila shihet si e vetmi alternativë për dhënien fund ciklit të dhunës. Por komentet e së njëjtës të Netanyahu treguan krejt të kundërtën. Në konferencën për shtyp ai tha se Izraeli duhet të kishte kontrollin e sigurisë mbi të gjitha territoret në perëndim të lumit Jordan, ku përfshihen edhe tokat e shtetit të arshëm palestinez. Ky është një kusht i nevojshëm dhe në kundërshtim me idenë e sovranitetit palestinez. Ua kam thënë miqve tanë amerikan dhe kam penguar përpjekjet për të na imponuar një realitet që do të dëmtojë sigurinë e Izraelit, u shpreh ai.